Ëndrat janë pasqyrim i nënvetdijes sonë dhe çdo na të ndrojmë diçka. Edhe pse me siguri nuk i kujtojmë të gjitha, njerëzit mesatarisht të ndrojnë 4 deri në 6 herë gjatë natës. Më së shumti e ndrojmë gjatë fazës REM të gjumit, lëvizje të shpejta të syve, sepse është periudha kur truri ynë është më aktiv. Nëse flini tetor, ka shumë gjasa që të ëndrroni rreth 100 minuta gjatë natës. Lloji më i shpeshtë i ëndrrimit. 5 llojet kryesore të ëndrave janë: ëndrat normale, ëndrrimi me sy hapur, ëndrat e rreme të zgjimit, ëndrat e kthjellëta dhe makthet. Ëndrat normale janë lloji më i zakonshëm dhe zakonisht përmbajnë përvoja dhe persona që i njohim. Gjatë këtyre ëndrave nuk jemi të vetëdijshëm se po ëndrrojmë dhe shpesh i harrojmë sapo zgjohemi. Kur e kujtoni një ëndër normale, ajo mund të shërbejë si një dritare drejt nënvetdijes tuaj. Mund të ekzistojë një frikë, kujtim, përvojë apo person që ka shumë ndikim tek ju se sa keni menduar më parë. Megjithatë, mund të nevojitet pak reflektim për ta kuptuar vërtet kuptimin e saj, pasi ëndrat shfaqen përmes imazheve të koduara. Për shembull, një ëndër për mbytje mund të tregojë se po përballeni me rrethana ose emocione dërmuese, të cilat ende nuk dini si t'i menaxhoni. Si mund të ndikoni pozitivisht në ëndrat tuaja? Gjëja më e mirë që mund të bëni për gjumin dhe ëndrat tuaja është të krijoni një rutinë qetësuese dhe të qëndrueshme para gjumit. Nëse është e mundur, është veçanërisht e dobishme të shkoni në shtrat në të njëjtën orë çdo natë dhe të shmangni dritën blu nga ekranet, filmat horror dhe çdo gjë që mund të ndikojë negativisht tek ju. Meditimi, mbajtja i një ditari dhe leximi i një libri janë rutina relaksuese dhe produktive para gjumit, të cilat mund t'ju çojnë drejt një përvoje më të mirë të gjumit.